me që keni kriju edhe ekip edhe keni ardhur nga Zvicra këtu në Kosovë, a ka qenë e vështirë për juve me gjithë frekuencën me ekipin e juaj apo me mënyrën se si bëhet biznes në Kosovë? Shumë. S'më më rajt, shumë vështirë. Më thonë që sa të kom rrit dhe i dikun që me gjithë frekuencën, po u konë luft. Do më thonë luft i mindset-av, luft i pikpamjeve, luft që shpunohet mirë. Në çdo aspekt. Do më thonë, mindseti i Kosovës, unë me përmbledh me një fjalë është katastrofë. Do më thonë, atë s'më me zbut. Do më thonë, mënyra që shpunohet këto është pa standard, jo profesional. Do më thonë, mënyra, do më thonë, shihet pse na qëtu. Shihet në rrugë, shihet në barllak, shihet e qend, shihet komuna që shpunojnë, shihet qeveria që shpunojnë, shihet në biznese që shpunojnë, shihet në gjithçka. Pra, mendon që është një defekt kolektiv? Absolutisht po, jena traumatizum. E qysh mujmë ndruna që to çka ke boti përpjekje me mriqat mesin edhe me ekipin tënd, edhe që mundesh me shpërnda për te kompanisë? Po çaja është një arsye pse më të shkruaj këtë libër, se ka be the one, domethënë pikërisht që ky vetë rrugtimi im, domethënë më shëru edhe unë me traumat e mia që jam marrë pi fëminisë, besoj që shumica në Kosovë janë traumatizum ose pe luftës, prej dhunës, prej familjes, prej të farë problemi që kanë pasur në shtëpi, dhunës edhe fizike, emocionale. A mendon që është kjo një pasojë që ne nuk përballemi me trauma? Absolutisht, e ignorojmë. Domethënë na jetojna me trauma dhe na e kena normalizu abuzimin, na e kena normalizu rrugët e prishta, na e kena normalizu hajnin, na e kena normalizu korrupsionin, gjitha të këqija,